ndershëm, hutbe e sotit flet lidhje me xhamatin dhe xhamin dhe edukimin e mu'mine. Jam xhuman e funit, para se kam shkuar në pushim, 2 persona më kanë bërë lutje me fol lidhe me rregullat e xhamis, mirë po unë po filloj sparit me xhami dhe xhamat, atëherë javën tjetër do të jetë tema lidhe me rregullat e xhamis. Për shkak se para ty na është fal dikush dhe këtë shpina i ka dalë jashtë, s'kan mujt ose me i pshil syt ose ku me këshyr thot. Kështu që vllazën 3 kanë qenë, pra keni kujdes kur shkojnë xhami lypet me pas ose një këmish më gjatë ose një majitë e cila nuk mundet me dalë shpina jashtë, me pas kujdes mos me fituar gjina për të Zot. Ne dim se xhamia është shtëpia e Zotit, dhe shtëpinë e Zotit duhet me dashur. Shkojnë me bisedua, pra me lut Zotit xheleshanu. Dhe lypet me veshteshat më të mira dhe më të bukura, dhe Allah xheleshanu thot në surën Taube në ajetin 18 thot, për shkak kuret po thovesh për kthimin. E drejt e përkujdesis së xhamive te Allahu është vetëm e atij që i ka besuar Allahut dhe ditës së mbrëmje, e se e fal namazin, e jep zakatin, e se nuk i friksohet askujt pos Allahut. Të tillët do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra sura Tauba është sura numër 9, ajeti 18 dhe në gjuhën tonë është në faqen 226. Pra shqisoni që ka thot Allahu xheleshanu lidhe me xhamin. Dhe në surën tjetër, sura El-Jin, e cila është sura 72, ajeti gjithashtu 18 dhe faqja 673 thot: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada." Dhe mua më shpallet se vërtet xhamit janë veçantë për të adhuruar Allahun, e mos adhuroni në to askën tjetër me Allahun. Pra mos i lutni kurkujt tjetër, vetëm Allahu xheleshanu xhelal. Desa një hadith që transmeton Imam Muslimi thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmeton Abu Huraira se pejgamberi sallallahu ka thënë: Allahu më së forti i don xhamia dhe më së shumti urren tregun. E menoni tash sa kur na kalojnë për xhamia, kur shkojmë xhami, sa kem sabur me taj pak më gjatë xhami, a sa ku hupim kur shkojmë tregje, harrojmë kretë dhe nore kretë më thënë. Është e vërtet, mirë po hadisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ndihmon këtë gjë. Vllazën, pas e xhamiat janë venet që i donë Allah mas fortit. Dhe venet tjera, pjacat dhe venet tjera që i fitojnë gjinafe i urren. Veç për mendimnat thonë, sa ka për shumë Sarajevën, Prishtinë, Shkupën, Tiranë, Podgoricë, Novi Pazar e tjera, në venet tona, po thonë në venet tjera, sa ka kluba, restorana, so ku luhen me kladonica që ju thonë, që luhen me pare këtë gjona. E venet që në lume, edhe kur kuj si për ngojnë. Ani ka xhamia pak më shumë, vendi që ka në lypën të në këtë xhamia. A xhamia është shtëpia e Zotit, dhe xhamia lypet sa më shumë ku me kalu në xhami. Pra e kem hup atë orientimin kur në pyetje. Një hadis të Buharis thot kështu thot: kush ndërton xhamin për hak të Allahu xheleshanu, Allahu do të ndërtoj shtëpi në xhenet. Pra, një xhami kush ndërton për hak të Allahu xheleshanu xhelalu, jo për famë, po për hak të Zotit se e don pra. Namazi, salatul xhama, tafdalu salatul fardhi bi 27 sene. Namaz që i falin xhami me imam, 27 herë është më se vap sa që i falin në shtëpi. Jo veç kështu, po ku do dhe vendin tonë. Mirë po, shkoni xhamiat në fat. Për po xhumaja që shkohet në vakte e tjera këtë pak do pleqesh, nuk shko kush. A shkoni në kafana e restorane e këtë gjëra plot i kini. Dhe më thonë e kem hup, orientirin e kem hup. Transmetojnë se Abdullah ibn Omeri ka thënë pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që namazi që falet në xhamat është 27 herë më i mirë. Mirë për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen një njeri i vërtet, si ky që vjen vllau jon Aliu Ajturku mu fal, te pejgamberi i thotë, unë nuk mundi me shkon në xhami, nuk shoh rrugën, s'ka kush më çua. I thotë pejgamberi herë, i thotë, okej, pasës mund shkën pa, mirë po i vjen atë me leku i thotë që jo, lypet më ardhë, pyete a një në zonin, ata këthe pejgamberi prek në falë, thotë, a një e zonin, po thë një, e besa pra atë lypet më ardhë. Dhe i thotë, arabisht i thotë, la e gjidu leka rukhsa, nuk mundi me zjet letësim
se pasi e një në zonin. Mos me një zonin kishe me këtë dikur në koha, edhe pasi e një zonin të me shkua. I verb s'ka kush me i qua, e menoni atension për neve të cilët e një me zonin, po sa që një vendet tona dhe nuk shkojnë. Për atë lypet me pas kujdes vllazën, me shkuan xhami, mu mënua me kontribuar në shtëpitë e Zotit. Mos me të vetë. Pse këta vetë rregullojnë shtëpia e Zotit. Kjo është shtëpia e Zotit edhe vetëm Allahu për ata dhe na shpërblet gjithë inshallah. Veç një rast të goj, Omer ibn al-Hatabi, një herë ishte ty punuar në një bashkët e tij dhe nuk e njeh në zonin edhe i kalon i kindia. Kur e sheh, aq bëhet piçman që i ka kaluar namaz, sa shkon te pejgamberi i fal atë bashkë, pra bashkë më të mirë që e ka pas, e ne vakuf se më kaloi i kindia se bet bashkë si me. Subhanallah. Me kanë na me i dhon pasunin tu se bet namaz që na kaloi, na kush jos na kimet. Pra ky është shembulli më i mirë që lyhet me pak kujdes, lyhet me pak kujdes. E lutim Allahun xheleshanu xhelelalu të na ndihmoj vllazën se me të vërtet ti kuptojnë xhamiat ashtu si duhet. Ti çojnë evladin ton me mësua dhe më fal një lut Zotit. Dhe inshallah na ndihmon neve dhe krejt ummetit se e kanë humb vleftën. Vlefta bukuria e xhamisë o xhamati. Ne i nreshim xhamiat me këtë bukure me çapodive të sa më shtrejta ashtu. Apo nëse zvive çdo 3 vjet, ai ka humb vleftën. Mundet me kanë xhamia shumë e vjetër, shumë domethënë, pa më nëse on pilot e ka vleftën e madhe. Kur e shoh xhamin plot besoni zemrën e kom rahat. Se lypet xhamia, bukuria e xhamisë o xhamati. Allah ju shpërbleft, Allah inshallah ndihmon neve dhe gjithë ummetit prej Mashikut Maghrib dhe presim ditë më të mira e më të lehta prit inshallah. La ina